Përshëndetje gjithëve. Kjo video shkon vetëm për anëtarët që janë lifetime. Kështu që nëse ju jeni anëtar me abonim mujor, kjo video nuk ka për ty. Kjo vetëm një video njoftuese për anëtarët lifetime. Tash, ju që jeni anëtar lifetime, une e kom hap një diskutim para disa ditë në Discord, edhe e kemi bo një diskutim live, kemi fol, kemi bisedu, po ka plot për juve që nuk jeni rrjedha se çka po bëhet, edhe kjo video është për ju. Kështu që ngani deri në fund. Tashte, në fillim, kur keni ardhur shumica për juve, shumica po krejt që keni ardhur lifetime, zakonisht të konë që ky farë formulari i Google Forms. Kur keni pagu për shembull shumën, pjalojmë 300 euro mesatare, se ka pas prej tyne që kam pagu edhe 400 kur u konë nova ato, me robot ato kalimet që i kemi pas, po ka pas edhe prej tyne që kam pagu me oferta, një vjeçare, bla bla bla, ka 100 euro, 50 euro, 200 euro, varsisht. S'po jim të aja pjesë. Po, kur keni pagu jo në fillim, jo keni pas premtimet që ja kemi jap na juve, janë kom premtimet që keni me pas qasën serverin e Discordit, përkraje për anëtarëve të komunitetit, mundësi avancimit e grada master, mbledhje ndryshme si live trading, ushtrime motivuese, e shumë të tjera, janë konë edhe videot e tjera. Tashti, dëgjoni me vëmendje, sa shumë e rëndësishme. Antarësimi në komunitet, qasën server, keni me pas, për qëto keni pagu lifetime-at që ju jeni për momentin keni pagu për qëto shërbimet manalt. Qto, për me pas qasën server, për me fol me zveti, qasit e videot të ZBH-s, mundësi avancimi për më bo mastera, mbledhje ndryshme live-a qto. Qëto keni mi pas të njetën, qëto simi të ju hek as njonit, simi as të ju bo kik as kërgjesh, qëto keni mi pas ju të njetën se cili. Po, ta shetutje, grupi një ka vrejni, grupi o të ufru pun edhe shërbime ekstra, është të bo pun shumë matë madhe ekstra. Nuk është vish një lej i grupit, paguje që aty lifetime edhe me dek grupi mas 2-3 vjetë, ose di shka mos më marrë kush ma atë grup, a mu bo delete. Për një farforme, najmi të punu vazhdimisht çdo ditë për pun edhe shërbime ekstra. Çka e në ato, janë kjo akademia. Tashti, çka dallon akademia për komunitetit që të duhe me ngume vëmendje që mos mu keq kuptu, edhe me pa që është e drejtë. Tashti, akademia e premiumit me 35 euro në muj e ofron live streamin edhe analizat çdo ditë. Tashti, kuptoni dallimin çdo ditë me qysh jemi konë ma moti, jemi hi një herë në javë, një herë në 2 javë, qysh nuk atik. Në lifetime-a, kur kush korrë njetë, korrë njetë, as një lifetime në botë nuk eksiston, që të thot, po, ami pare ti mu për lifetime, së më 200-300 euro, edhe une gjdo ditë të njetën ty ka me hin live. Gjdo ditë. Jemi të folë për që dalimin gjdo ditë. Nëse shkoj me abonim mujor, abonimi mujor mu më bën të obligushme me e maj gjdo ditë. Tash, ose e maj unë, ose e maj në masterët. Aty nuk po thom që vigani me pa tjetër, po herë unë e herë masterët, po më rëndësi premiumi ka me pas live-a gjdo ditë. Edhe nuk është njëjtë si me pas gjdo ditë, si kur t'na teket. Analizat të ndryshme, në klapa jo sinjale, ndryshe është mu kon e obligushme gjdo ditë, ndryshe me postu kur t'na teket. Pra qëto dëni me kuptu. Pra shërbimet edhe pun të shtesë kanë me pas live streama gjdo ditë, analiza kanë me pas gjdo ditë, të premtune do më thonë, ose prej meje ose prej masterove, edhe videot e ZBH të cilat kanë me u bo update gjdo vit. Tash që kja ndryshon, nëse ju keni pagu lifetime, edhe i keni pas videot, i keni pa videot. Tash nuk do me thonë që gjdo vit edhe mas 10 vjetë, 5 vjetë, unë sa herë t'i bëj update, ka me pas videot ju të përshinë atë. Që kja nuk është korekte, që kja nuk është e drejtë, du me thonë. Pse? Se, pish po ja bëj një pyetje thjesht. A kam të drejtun për shembull, videot, si shembull, videot 2026 kanë me kushtu 100 euro. Sot, qysha, identik, njëjtë. A kam drejt për shembull unë videot e reja me qit me pagesa, shtesë, ekstra. Po kam drejt me bo. Qysha bojnë plot, qysha bojnë krejt. Do më thonë, tashti, të akademia e ka të përfshine gjdo vit mi bo videot update.
Përveç kësaj, ka emergency meeting, ndonjëherë ndodh një ndodhi, bektesa gjatë natës, edhe mundësi financimi për tregtarët. Kjo është Ninja Funding, projekti i ri që veç jam të bo. Kështu që, vlen me cek, tash, për ju që jeni lifetime për momentin, keni me pas akses pa pagesë te akademia deri me datën 1 shtator. Mas 1 shtatorit, nëse dëni me vazhdu akademin, për hir të respektit, keni me mundësin me përfitu një zbritje, në më thonë me bo një çmim simbolik me 85% ma lirë që i bjen veç 5 euro muji. Pra nëse ju dëni çdo ditë analiza, live, video, çdo vit e tjera, mujin e keni 5 euro. Ama, vlen edhe një sen shumë. Duhi me pas kujdes se që kjo zbritja, për me doftë ju me e marrë që të zbritje, ka me vlejt deri me datën 1 janar. Pra vetëm mrena 3 mujve kush paraqitet. Supozoj, për 1 shtatorit, fillon pjesa me zbritjes, dhe më thonë, për ju, po nëse nuk paraqitet deri me datën 1 janar, atëherë zbritja më nuk vlen. Jo më arë tashti mas 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë, më arë më thonë, po që tash pidu në 5 euro mi pas. Ose mas 6 muje. Më thonë, a vlen, mas 6 muje prej 1 shtatorit po folim. Vlen cek edhe diçka, nëse, supozoj, nëntore keni pagu për shembull 5 euro mujin, çka? Edhe supozoj keni majt një 6-7 muj aktiv. Atëherë prap, mundësin për me vazhdu, nëse ki pauzu, pauzimi, deri në 3 muj dit pranohet. Nëse ti, supozoj tashti e ki aktivizu në shtator, nëntor, tetor, dhe përdu më koni qartë krejt. Nëse ki aktivizu në shtator, tetor, nëntor, edhe e ki majt 16 dit aktiv, po të ka dal në i puna, diçka dhe s'ki mujt më koni aktiv, e ki anullu, po nëse i rikëthy mrena 3 mujve, atëherë prap mundesh me marrë zbritjen. Për ndryshe, nëse ti aktivizon 2-3 muj, edhe e nalesh, edhe kthehesh mas 4-5 muje, 6 muje, 1 vjeti, e normal që nuk ka me vlet. Pra, periudha e pauzimeve është 3 muj. Grupi që shdoket, pra ju keni me pas akses normal, të komuniteti bazë, të krejt qëto keni me pas akses. Na her do kur do kemi me hi edhe këto në për live-a. Po, të premiumi kënejne, analizat, update-at, masterat e këto, kanë me pas, do më thonë, normal që ka me pas live-a sa në shtes. Pra që kjo ke, vetëm një përmledhe, mundova mos me zgjat shumë videon, 8 minuta, 7 minuta për shkak të korrektësisë dhe juve, edhe shpresoj që nuk e merr një për të keq, une për veti si vegan, une e di që qare pa dal me mshaj dikush për juve e pa mund shmasht. Pse? Se nashta 100-200 mira mja u bo, në fund për diçka të vogël mëni më kap, edhe e kuptueshme, është qasi lloj vendimi, është qasi lloj pozite që krejt nuk muj mi knaq. Krejt më kon të knaqen, une e di që s'kan më kon për këti vendimi, se jeni mësu nashta qëto video, qëto sene, qdo herë mi pas, ndi kështu free non stop, edhe tash normal që nëse na ja u hekim, ki kam ju art keq, nashta keni me full keq, po si do që tjetë, kjo është një vendim që përgjithësinë e marrën për sipër, edhe më rëndësi prej anës teme është mi u qartësu që çka po bëhet dhe çka po ndodh. Faleminderit shumë për vëmendjen, edhe shpresoj mos ta shihni këtë video mas 6 muaj në jeti, se mundet më konë shumë vonë atëherë. Faleminderit shumë.